Mirëmëngjesi dhe përshëndetje të dashur shikues të Argon në Blu. Shpresoj të jeni zgjuar mirë ju të gjithë ndjekësit tanë që na ndiqni nga e hëna në të premte. Sot jemi e premte, iku dhe kjo javë, erdhëm në fundjavë. Pra ditët kalojnë shumë shpejt, por qyteti i Vlorës sot është zgjuar me një kohë të kthjellët. Temperaturat janë normale, ikën ato ditët me vranësira me pak kreshe shiu, por era e fortë që frynte. Ne më saktë do të ndjekim pak parashikimin e motit, tabelen se si do të jetë për ditën e sotme në qytetin e Vlorës moti, por edhe në qytetet tjera të vendit tonë, dhe rikthehemi në studio. Ja të kemi rikthyer ndoqën parashikimin e motit, ndërkohë kemi telefonatën e parë. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, si kalove? Mirë, si jeni ju zotëri? Unë jam të muri Varlit. Po? Gjon, Vacian Laza quhet. Po. Në këta në kërkojnë ndim për shtëpi dhe këta dërgojnë policinë në psikiatri. Kush ta ka dërguar policinë? Po ky vullnet sina me atë kryetarin e bashkisë, erdhën 3 punojës policie, që ai i zonës Reginaldo Filaj, ky Muzafer Dervishi, Bujar Dauti, ishte shumë forca policia edhe ambulanca. Po në ç'kuptim erdhi policia dhe ambulanca? Të strehuan çmendima, ku do diun të çonin olla. Si erdhën? Ne kërkojnë ndim për shtëpi dhe këta strehojnë. Çfarë bën sholla? Kanë ngelu këta marrin rroga me lekë. Me lekë quando gojën këtyre. Kjo gjë po ndodh nga që ju telefononi zakonisht në ekranin tonë dhe... Po, bravo, shomi, për të treua, për të hequr na kjo që u ka thënë ju problemin e... Dalë këtej patruve policisë, dalë në lasna qesna, ke parashit në mërë? Po. Ishte aji zonës, Zafer Dervishi. Po, kishe ju tha një shkak, një arsye... Po, kishe shumë, ishën ca civila, ca shumë, ku të sa... Unë s'jabë të brevë me vratë, jam i valiti së mund. Po? Kërkojnë ndim për shtëpi dhe këta më dërgojnë patruat. Po, ndërkohë, çfarë ndodhi më tej? Po që e ndodhi më tej, ja, i thakë zduku që do më bytën do veni ju më burg. Që u largua në banesa, këta s'keli ligë në vajtë, unë atë kartelën në shtëpia i kërkon të futën në banes, pa letra, pa një gjë. Ndërkohë, u larguan më pas, por ju edhe njerë, po thoni që policia erdhi bashkë me ambulancën për t'ju marrë. Po, ishën të shpërndarë, ambulanta me pasportën e madhe këtena poshtë, u dola për këtej që këj zonës, këshën rrethuar, ishën civila, drejt. Shumë forta policia për të kapu që të qonin atije. Po, e kuptoj. Në shumë dhe se për me këta, vëtë. Nuk është askus ka të drejtë... Po jam i sëmune, i s'ke ligjin këtu, e kupton, se kam ngellu këta pensionizat edhe ministri, etë të vrasi ministri bënë që nuk reagon, se ke shumë ministra që i kene detyrë në parlament, të gjitha njëri që ka ndodhur, që na i mara kjo, vrana të 7 vjeçare. Edhe ministri bënë që më delë kërkon vota për në konferencë. Ju mendoni se kjo, se shkaku... Po kjo që e të vrasja, vajtës, ndoni njëri në ata të dojë pistoletët. Po si se edhe në ujë. Nga efektiv të policisë në zori pistoletën? Po, efektiv i policisë, që i qatë e posë. Ja të kështë i thotë e i civili, që ishe në ambulansë, të ka që civila, që ka dërkuar kjo. I bëjmë thirrje policisë shtetit, zotëria kemi dhe ka kontaktuar gjithmonë, normalisht është normalisht kjo situatë që të shkojnë në shpire ta kërcinë. Korruptorit që kanë ngellur, janë pensionista, të pastrojnë, të qojtë e rinjova. Nuk dhe do me rrugëve, të blesh i latë apo të blesh një gjë, vetëm nga ka të korruptuarit që kanë ngellur aty në stacion politi. Të këta, të reagoj ministri Brëndë për Gjevahiri Brodën, Bujar Dautin, edhe Mjalla Likën që ishën aty, rrethuar vëndë, e Muzafer Dervishi, i zonës. Reagojnë. Ta janë të rajonit të Selenicës? Të stacionit policisë Selenicë, i ka dërguar vullnet Sinaj bashkë me Netil Bellën, që si shtafash të që flisat i miza një qypardije. Da i mi ka dërguar për qatrici që kam gritu për... Se shkos dishin këtë, se nuk dishe, po i ka për gjilpër aji administratori. Ja kanë për gjilpër me pajirë. Kjo ambulancë ka ardhur sot. Po.
Edhe mua kërkonin të bënin gjilpër, për 4 arsye që të vdesës. Kështë 70 vjeçarin ata e kanë vdekur, të mbajnë përgjegjësi. Ti se kur, vende lash në lumë në kohë. Kjo është akuzë e rëndë, më temi, po do fakte. I përzinte edhe këta të mbullen aty, për të quanë si teatri. Po. E i njëtja situatë ka që ne me mua, sot. Jam abitur kër kam pas forcat të shpirtare. Kërkojnë në rrëja vladë, edhe del ministri kërkojnë të bëhet deputete, sa ka vjeru kjo e Tirana. Ja kjo është e Tirana. Që se reagon, pare. Është një situatë... I pastroj, e po, kjo është kryeministri, që kërkon vota, që i fut për mandatet të tretë, se u vra jo 7 vjeçarja që thanë, e shtypi gomonja, këta e vranë, punojësit e policisë. Që shu vra 25 vjeçari, për një baqet cigare. E këta vinë akoma. Që se reagon ky, Ervin Hoxha, për to ngjarje që ndonë. Ngjarje do qoj kjo, se mos i sa edhe unë kanalon në terra, ngjarje do vje pak. Ke frikë se mos ju vim prapë? Po kam frikë, valla, kërkojnë ndryrje aty, kush do rregull, kush do më mbrojnë mua. Kam frikë, nuk dalë të rruga. Të marri ilaça për të marrë një gjë të pi ujë. Kërkojnë një ndimë, valla, një televizion, një gjë aty si të kam ndodhur një ngjarje. Ju aktualisht ku ta dim sa do më ndodhë? Jeni në banesën tuaj apo jeni larguar? Jam për jashtë, për momentin, i larguar, tu, kërkojnë ndimë. Që dhe ajo i kisha si televizion, që këta kanë ngellur të korruptuar aty, nuk reagon ministri brendshëm, Ervin Hoxha. Dy patrua policia do të thotë që quhen ngjarje dhe gjykata hesh atje që është mbushur me gjyqtar dhe prokuror të korruptuar. Që te kanë pa ngreçi që merr lekët e të tërsa janë atje. Nëse reagojnë akoma duhet të përfundojnë pas sekula. Kur them duhet shkrihet, se kemi zgjidhje vetëm në Tiranë, jo më nacional gjykatë e Vlorës. Të shkallës të parë. Ndodhin këto ngjarje. Të shkon 2015 dhe më kanë marrë Wi-Fi-shën, që s'kisha parë kur ilaçe. Këtë konflikt erdhë tonë banesë. E kërkoja ndim se janë ku mund të shkoj unë aty të mbyten të varësh, që të shpëtoj qytetin. Ju ndim keni kërkuar për dyert për drejtarë, se keni kërkuar. Po, dyert drejtare këta dërgojnë policinë, një ai kryetar bashkie, që se këshën falenderojnë atë kryetarin e parë Plumbine. Po. Të këta, shkon të shkrihet ky stacion, të mbyllet, të shkojnë në drejtorinë e Vlorës, kur s'na vin Vlora, policia e Vlorës, që është një polici e ndershme, të gjitha zonat. Ne i bëjmë thirrje policisë shtetit që ta shikoj këtë rastin tuaj. Nuk di gjë policia e Vlorës, prandaj do të bëja thirrje, ti bëja një thirrje Eduarda Lushit për këtë që ndodhi, çka kojta punojnë policie, që kanë ndërhyrë pa letra, pa një gjë, ku ta diun që çonin psikiatri. Te mjaru ta marrin ta çojnë në Tiranë, thoshte mama. Mama ja smurë, ushtri për toke. I tha mamas tuaj? Po, edhe ushtri për toke, aty, ata së mbanin për gjësë, që vinte a vëmë njëne, ata e shkuan lokal. Ja, kjo është ministria që nuk reagon fare, që herë del për vota ky bledi Quçi. Pra tani ju qëndroni i fshehur, për mos ju... Po, i qëndroni i fshehur, qëndroni me frikë, vëllëgjës. Ku ta di unë, spi do t'i ilaçit. Kam kurat dhe në orar nuk shkoj do në spital, ku do që kam shkuar, kam qeni dëmtuar me fasheton a Zevair Brodaj, nga kry punoj që policie. Hajde mere veshti. E kuptoj. Qarë bë? Keni të drejt. Kam shumë të drejt, do doja të bësh pastrimi gjithë të stacionit që kam ngellu aty të kanat, që të Reginaldo Fila, që ata që të Bujar Dauti, që të Muzafir Vica, janë shumë, Zevair Brodaj, të tërë, Nezire, që janë aty pensioniste që kanë ngellu t'i largojnë në këj stacion, i vënd Chelsea, mos punojmë. Se merës vetëm me një të sëmur, merës me një të sëmur, ja ta them juve si gazetar. Në rase ju vinë, mund të telefononi ose më dërgojnë mesazh në... Do të telefonoj live, pa me shpresoj të zgjidhet problemi ju. Jam me frikë. Jam shumë me frikë. Do kuptoj. Do të bëjnë thirrje atij ministrit të brendshëm apo policisë shteti të reagoj ky drejtori që nuk reagon fare. Jo, do parë situata juaj, thon. Duhet të shikoj. Sa ka qenë situatë Ermal Muça reagon dhe për të rënë ngjarje. Po kjo quhet ngjarje vllajë, desh më vrau ai Zevair Brodaj, ngjarje këtë letën se na arsye që voda në terre që do dilje që do dhe për pirë kurën. Çfarë është ky i zonës atje? Policie, po, ky që me letra ndoshta 70 vjeçari këta e vdiqin që ishte në banesë. I bërën gjilpër. Nuk flasim do sepse s'ka fakte, po kemi parë gjë me sy se ai vdiq nga kjo që thua ti, por
Po vdi që i bërën për me pajis, ja jem administrator që shkon atje. Këto janë gjëra të rënda që po thua aty. Gjendje skandaloze. Ka ngel bashkia me varfër, to ka ngel bashkia që hanë fonde drejt. Dje ka folur, reaguar me ministren, sa mua nuk ta kanë fajsa për ta them si vllata, si di që je së morta i ka miratuar, i ka i fondi ta. E në bashki ta. Ne nuk vim për arsye, nuk e di çfarë problemi ka. Unë ti kam miratuar çdo letra që më vin këtu, ta mund të mbaj përgjegjësia ti shkoj te spaku, e kupton? E kuptoj. Ti kam miratuar tha. Po ky lek ti ka, nuk e di sa lek më tha. Si ishën hedhur për të miratuar. Vini në stallan. Po, jo është. Ne kemi thënë që edhe ti të biesh në qetësi dhe ata të zgjidhin problemi që ke. Nuk është halli të vinë të zgjidhin me policia apo me ambulancë për të marrë që ti mos flasësh më ato. Hajde meri vesh ta, korruptuarit që kanë ngel aty pensionista drejt. Po. Vjen çojnë vëmballët, u bjen dhëmbët e çojnë dhëmbët e thua ti punoj si i ri ky, hap gojën. Ky ka ngel një pensionist atë prati Vlorë, një ala lika. Ka i ran dhëmbët që do të ishte skartuar që me kohë, që në 2015 na i nxitse mua pistoletë për punë me konfliktit. Ja i meri dhe shkoj sot tjetëri, në vrasin o të bëjnë del me frikë, nuk të shkon do në lokale, i këti sot a i më më tinë mua para të s'punoj, që pi raki në lokal, ajde mere dhe policinë e stacionit të Selenicës. Po. Puten lokale aty e i këti besoj se të gjitha janë faktike, janë fjala juaj, mund të jetë fjala... Ska do një ministre që ti pastroj, po them. Kanë ngellur aty, çdo qoftë. O shalli të zgjidhesh ti pa. Vetëm ta ulan balla që kur ka qenë ministër nuk e shkelte dot lokalin ai që nuk i sham, se e filmoja këtu ja hidhja në WhatsApp. Po. Do të kërkoja të faleminderit zotë për mos kete telefonata të tjera. Po, të falenderoj edhe për çdo shqetësim mund na telefonosh prapë. Faleminderit. Faleminderit. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes gjigant. Si jeni? Erdhi zëri, se ke shikur zërin. Erdhi zëri, erdhi. Shqyro, komunistët gjithmonë nuk e lënë të vërtet, nuk e duan të vërtet. Mundohen ta mbysin të vërtetën. E vërtetën. gjithmonë. Mundohen se ta ka mbysin. që komunistët të vërtetën. Po, ta normali. thoshin gomari, fluturoj. I trëmbi. Bardhën e bëni të zezë. I trëmbi vërteta. Besoj e dëgjove I trëmbi vërtet komunistët mundohen ta nxinë, biles pak më parë, minuta më parë nxin fare. E dëgjove këtë zotrin nga Pisari, i cili kërkon dyre dritare atje në fshat, po thot, nuk e di sa e vërtet është, por që i kanë vajtur me polici, po janë të vërteta, mor. Kryetarin e bashkisë dhe deputetin thonë që... Qa, thot po janë super të vërteta, qa, diskutohet? Prap. E përshëndes para folësin. Edhe është larguar dhe në banesa i shkreti, se ka frikë se mos e marrin. Gjuna, këtu temën e kemi çfarë probleme ka qyteti Vlorës. Po, çfarë probleme ka qyteti Vlorës? Çfarë probleme nuk ka thuaj. Unë jam vlonjatu, shikoj rrugët që na fillimi që na janari, domethënë, gjithë vitin janë rrugë shkatruara. Aty te shkolla Limxhelo, vajti po vetë 6 muaj ajo, se çfarë do bëj? Ajo në Itali besh për 20 ditë. Këta dojnë 6 muaj për një rrugë 100 metra, 150 metra gjatë. Po mirë është nuse në zbukurime e sipër. Le, po ato palmat ishin në fishkur, vajta që s'kishin asnjë qete jeshnile. I ka lësi ato gjirafat shu pa një gjithë jeshnile. Dinë ta Karagjoza. Ajo djetë që gjithmonë këtu inaugurojnë gjirafat. Ky është shteti më Karagjoz, më pler që ka Europa. Ky është shteti Turbit. Është Turb. Ishte shtim gjika vodhi, sa vodhi ja futi në Amerikë. Vodhi me kunatin me baxhenakun e ti, dhe ikët dy në Amerikë, në bërë hotelin atje, jetoj se nuk u fut një gjëm në kam. Nuk i dim to se s'mund të flasim të akuzojmë. Jo, janë të vërteta, e di unë të flas me garanci matematike. Morë në hotelin në Amerikë. Blenë hotelin ata. Janë në Amerikë. Bashkë me baxhenakun e ti. Po jo më shpëtim gjikën e gjenë këtu, çdo ditë e ke në Vlorë, nuk... Po, vodhi Vlorës ai, vodhi sa desh qefi. Ai për një apartament merte gjobën atje, merte 50.000 euro. Shko, nuk i din do se tani s'mund të edhi ma... Kishe shatë, po si... Akuza ndaj njëzër. Si e bëri falës shtim gjika, i dha falas, si me doti. Po i kërë pjoti ata i kënë gjithur aty. Ke ata e rodhla në gjari, pjoti, sa do që të përshkjo objekt. Sa para duhet të tetësh, në dorë atje. Kushta je për lehen, morti, s'ke shansë. Po s'ke reparat. Nese, ne flasim për... Po ne po këtë flasim që është vëndi më i korruptuar në botë, të sfidojt Afrika, sfidojt çdo vend.
Po është futur korrupsioni i thellë të ka vështirë tani. Gjyqtari kalon vetin del me 9 milion dollar, 10 milion dollar, i thonë ikë në shtëpi tani haj, ikë në Maldive me të shoqe, thonë me të dashur tani ikë në Maldive, se ke punuar mirë. Po ne sekuestrohet. Shijo jetën. Shijo jetën. Duhet në burg, mos zoti, sekuestrim pasurinë do në burg, jo ti e çon në shtëpi. Po ç'i duhet më, ish 60 vjeç. Do dal për 5 vjet pension. Ç'i duhet më të punojë kur ka marrë 10 milion euro? Kupton që është shteti degeneruar shpi? Kurse ti vetë vjedh djathtë në Itali, ka vjedhur një market, ka vjedhur atje djathtë sallam, vin këtu i sekuestrohet shtëpia. E vetë në shtëpi që jeton. Po. Ligji vepron për miun, jo për ariun. Miun e vtak e ka për qarki i këput kokët, kurse ariu bën qatë doj. Kjo është një vënd i degeneruar, vënd që udhëziqet në 3 banda kriminale terroriste, të izit. Kështu është ndërtuar ky sistem këtu në vendin tonë. Ky sistemi më kriminale udhëziqet nga familjet më imorale të kombit shqiptar. Kanë 80 vjet, e pushtuar Shqipërinë 44 dhe e pushtuar me Sali Berishin 91. Pra, ishte Katovica. Ramizalia vendosi agenti, poliagenti Ramizalia vendosi agenti tjetër Sali Berisha. Tu të bës. Mirë, po tani kemi Ramën që do dhe mandat 4, Rama është më krye bastard që Rama thot vidi. 4 mandate si ka marrë njeri. Do vjetë e unë thot. Ja kështu është, voli Saliu, voli Nanua do vjetë e unë, do të rruga. Mendon se me fitimin e mandatit 4 Rama do ndryshoj, do ta bëj Shqipërinë? Ka shansë, Rama do përgjigjet, do vej në burg me Konigalin atje për korrupsionin që ka ushtruar. Do vej në burg direkt para, nuk e arrin 11 maj në Rama. Amerika ka ardhur dashi këtu, do arrestoj Ramën, Berishën, mjetën e ka brenda, edhe arrin Fatoslanon që ka iku në Austri në Vjenë. Atë që e martoj Greqia, e martoj Athina me Gjojnë. Që kur Kosova Gjakose është, a i bënde orgji në Kret, bashkë me Gjojnë e Talavave. Ranë dashuri. Ranë dashuri me atë rrugacin e Greqisa dhe, s'kise lënë unë Greqia. Dashuria është e keqe, po të goditi të vrajë. Ore këta rrugacë, ore këta imoralo. Nanu aty vinin vlora aty, zgjaste dorën brave duke losë me gjosë, i dhështë idhu këtu, 200.000 euro, fakt. Në rulet atje. Po. Ja rrugaqërë, piranesa, drogben, puta njerë. Kleu jemi u veqë nga njerëzit më imoral, familjet më imorale të trojve shqiptare. Lekët e shqiptarve i dhe si kësu thoti, në rulet. 80 vjet nga njerëzit më imoral, më të fëlliqur që ka Shqipëria, është e u veqër këtu. është turp. Dhe Europa bëseri, po i kërcet italianit, do Meloni të di. Ajo do ujnë e syrit 4, ajo do minjera, do pyet. Kur ishte lufta këtu në të shtatë, nuk të do kush pa interes. Pa interes. Unoja në Manzano dhe vinin ato Skodat, kamion të mvej me druna në Shqipëria. I prejnë gjithë pyet e Shqipëria, ajo Italia jonë, që nga do shumë. Ka punuar në Manzano, të selje i beshë kariket. Manzano dhe Del Friuli. Dhe vinin nga Shqipëria, në 96, 95, 7-10 vjetri u prejnë gjithë pyet. Gjithë liqeni lurës, u sakatua liqeni lurës. Edhe vazhdon të shkatrohet natyra në vendin tonë. Sali Berisha, ishtë duku. Sali Berisha është armiku, është Agji Qamili, është armiku më gjigant që ka pastrojt shqiptare 200 vjetë e fundit. është monstër e krimit. Këta janë bërë armiqë të gjithë Shqipërisë, nuk e? Po më armikon, a i vete puthet, do kërkoj azil në Greqi tani. Pa daj vete në Greqi në azil. Kërkon azil. Këpse i do njëftu, do ikë direkt me avion, me helikopterët direkt në Athinë atë. Të rrugaq, parat i ka quar që tani gjysma di ka në Athinë parat, Sali Berisha. E gjysma di ka në Azerbajxhan. Se dim, nuk e dim. I di unë sakta. Unë... I di unë sakta, në Azerbajxhan ka quar 3 miliard dolar. Të falenderoj shumë sepse... Lefë e Gjallicë, Zaivo dhe gjitha këtu. Duhet të vazhdojmë programin... Gjithë e mirë, vdekje traktarve të kombin lirisht shqiptarve. Mirë, ata që e tracojnë kombin e meritojnë. Ndërkohë, ka ardhur momenti që të shkojmë në hapësirë muzikore, sepse ishim me problemin e zotërisë nga fshati Picar. Nuk e dim se sa e vërtet është realiteti, se si ka qenë situata, si thot zotëria që më erdhi policia nga rajoni i Selenicës edhe doni të më merrnin dhe me ambulancë, duke deklaruar se nga që kanë ngritur disa herë si shqetësim tek programi ynë pjesën që kërkon dyer dhe drejtare restaurim të banesës. Por besoj se do t'jenë duke ta dëgjuar dhe policia e shtetit, se normal për këtë është.
ta shkoj rastin e zotërisë. Ndërkohë, shkojmë tek hapësira muzikore. Ndoqëm hapësirën muzikore, ndërkohë besoj regjia do të shkojmë pak tek kalendari historik, më pas tek lajmi që kemi. Kalendari historik 28 mars. Në 1933, avioni transportuesi Imperial Airways i Liverpoolit besohet të jetë aeroplani i parë i humbur dhe i sabotuar, kur një pasagjer i vë zjarrin bordit. Të 15 njerëzit në bord vdiqën, duke bërë atë një prej aksidenteve më vdekjeprurse në historinë e aviacionit civil britanik deri në atë periudhë. Në 1946, gjatë luftës së ftohtë, Departamenti i Shteteve të Bashkuara lëshon raportin Ascension-Lienthal, duke përshkruar një plan për kontrollin ndërkombëtar të energjisë bërthamore. Ai propozoi kontrollin ndërkombëtar të armëve bërthamore dhe shmangjen e luftës bërthamore në të ardhmen. Në 1951, gjatë luftës së parë e Indokinës në betejën e Malkis, forcat e Bashkimit Francez, të udhëhequr nga eroi i luftës së dytë botërore, shkaktojnë një humbje ndaj forcave të komanduara nga General Gia. Në 1959, Këshilli Shtetëror i Republikës Popullore të Kinës shpërndan qeverinë e Tibetit. Konflikti armatosur midis rebelëve tibetianë dhe ushtrisë kineze shpërtheu në 56 në rajonin Amado dhe Kham, i cili ishte i nështruar një reformë socialiste. Ndoqëm kalendarin historik të dashur miq, ndërkohë numri që kemi vendosur në ekran dhe tema, çfarë problemesh ka qyteti i Vlorës sot, por duhet të falenderoj të gjithë ndjekësit tanë në faqen tonë në Facebook, Blu Televizion, Diana Zeneli, mirëmëngjes, Ana Cara, Elsa Cavusha, mirëmëngjes, Altin Paja, të gjithë ata që na ndjekin nga hëna në të premte. Por ne do të flasim pak për një nga profesionet që po zhduket me kalimin e viteve, ai i këpucarit, profesioni i këpucarit. Megjithatë ka ende mjeshtra që i qëndrojnë besnik këtij zanati duke mbajtur gjallë traditën. Një prej tyre ka mbi 54 vite eksperiencë dhe vazhdon të punojë me pasion. E ndjekim kronikën. Një nga profesionet e dikurshme më të kërkuara, por sot në zhdukje, është ai i këpucarit. Pas viteve 90 të zanati i riparimit të këpucëve filloi të zbehej, por ka ende njerëz që vazhdojnë ta mbajnë gjallë këtë traditë. Një prej tyre është një mjeshtër i vjetër i këtij zanati, i cili prej më shumë se 54 vitesh vazhdon të punojë me pasion në një nga rrugët e Tiranës. Në një intervistë për Blu Televizion, ai tregoi se ndonëse zanati po zhduket, ka ende klient besnik që vlerësojnë punën e dorës. Mund të na flisni pak rreth zanatit tuaj, se si e keni zgjedhur, ka qenë kjo një trashëgimi nga dikush apo ka qenë një pasion i juaj? Si ka nisur e gjitha? Ka qenë rastësisht. Profesioni im ka qenë rastësisht. Ka para pothuajse 55 vjetësh. Morova të veçana dhe duron të filloj punë. Fillon këpucare vash edhe deri në të moshën, tani që jam 71 vjeç. Punoj. Sa vite keni gjithsej në këtë profesion? Po thuaj se 55, po mush 55 e vjeç. Këtë profesion mendoni të lini zanat dikujt tjetër nga familja? Ja, asnjë. Nëse si kam lënë asnjë, ose djalit dhe kam mi filloj në mënyrë rastësore, desa u bë profesion, u bë, pastaj u bë si e domosdoshme edhe për punën për tash, për jetën time.
Si ka ndryshuar zanati i këpucarit në kohën atëherë me sot? Unë ka filluar në artizanat, në mënyrën artizanale me qepje dore, me montim dore, pastaj filluan makinerit. Pastaj derisa edhe njoftë të dyja profesionet, edhe artizanatin, edhe industrinë, edhe riparimet. Ka më pak kërkesë sot apo më tepër për riparimin e këpucëve? Jo, kërkesa është normale, ka kërkesa për riparimet të këpucësh. Pra vazhdon ende? Edhe për të reja, edhe për riparimet ka, edhe për të reja ka. Unë të reja kam e i dorë, kam shitur që kisha nga ato materialet, ka lupet e to makinit e tjera që kisha prodhimit, edhe kam mas pandemis fillova punën e riparime. Ka pasur në një moment që ju keni dashur të lini këtë dhe të vazhdoni diçka tjetër? Jo, nuk kam menduar në një gjë të lejtë të profesion. Pashë profesion që ju keni vazhduar dhe të Kam vazhdoni? bërë dhe shkollën pastaj mrapa për këtë profesion. Në shkollë 4 veçare. Tekniket 4 veçare për këpucën. Kemi mësuar gjitha gjërat, teknologjinë e këpucës, materialeve. Përse nuk do doni t'ja lini dikujt tjetër të zanat? Po marrin kat më tepër, ligu kat, me fjalë, jo se s'kisha të shqipa. Ti bon djalin me shkollë dhe nuk kisha se si na shuna u duk e ashtu dyshme neve. Kuptoj. Se sa kështu, është që ke losme fizikisht, po mende po. Jo, edhe e njeh deri po. E njeh edhe djali Pra ja keni dhënë disa njohuri bazë. Po, e njeh si deri ku e njeh si profesion, ka punuar dhe mua ca kohë në prerje, në montim me makineri, këto njeh edhe disa makineri, po. E që të punoj gjithë dhe për këtë punë. Mendoni se këtë zanat të zgjatësin të armen do të vazhdoj? Shumë ankesa ka që nuk të rinjt janë shumë pakisë, ose një çfarë, po them shumë pakisë që punojnë me riparimet. Të rinj, vjen gjithmonë moshë e madhe punoj. Kam marrë njëri për sipër me bërë këtë punë, këtë profesion. Brezi sot nuk para e Jo, pëlqen nuk e kanë fort qejf, se kanë dëshirën. Janë mas kompjuterëve, mas shkollave, mas kamarierave. Shumë. Pesazhim është një profesion që nuk le pa gjë. Kush ta kapi, ta filloj të mësoj, është diçka edhe një art në vete. Është punë edhe punë artistike që të bësh një këpucë të vjetë ta kthesh në jetë. Dhe në kështu është profesion i bukur, ka do fantazi për të arritur atë që do klienti. Dhe mirë për çdo të ri të filloj të punë, të lloj zanati. Në një kohë kur tregu i konsumit po e sfidon gjithnjë më shumë këtë profesion, ky mjeshtër mbetet një simbol i pasionit dhe qëndrueshmërisë në një zanat që po shuhet. Ndoqim kronikën realizuar nga kolegja jonë Pamela Shabani për profesionin e këpucarit, që shpesh është në zhdukje se normal të rinjt nuk preferojnë më këto profesione, por i duan lekët e shpejta, nuk duan lek me djers. Nuk po themi gjithë të rinjt, se ka shumë të rinjt që janë përkushtuar dhe punojnë profesione të lira, profesione të ndryshme, por ne regjia, për pak entuziazëm dhe energji, mos ta mbajmë kështu si në gjumë, sepse është e premte, jemi e mbyllëm dhe këtë javë, unë them pak muzikë popullore, jo muzikë, diçka tjetër regjia, diçka tjetër. Më interesante për publikun tonë që na ndjek nga hëna në të premte. Të respektojmë qytetarët tanë, jo vetëm qytetarët e Vlorës, por gjithë ata që na ndjekin Argo në blu, kudo që shkon sinjali ynë. Ndoqim hapësirën muzikore, shpresoj t'ju ketë pëlqyer të dashur shikues, por ndërkohë do flasim pak të zhvilluar këtë të enjte mbledhja e radhës së Këshillit Bashkiak të Vlorës, projekt vendimi për disa shtesa të ndryshime në buxhetin e bashkisë për vitin 2025, ka qenë një nga pikat më të debatuara midis mazhorancës dhe opozitës pas 2 orësh debat. O, çfarë lodhje, 2 orë debat, që kanë stërvitur shumë për debat. Me 27 vota pro dhe 4 kundër dhe abstenim, një abstenim se hoqë abstenimin, u miratua fondi prej 6 milion lekësh në mbështetje të aktivitetit ndërkombëtar Giro d'Italia. E ndjekim pak debatin mazhorancë opozit.
Për të zhvilluar këtë të njëjtë mbledhje radhës e Këshillit Bashkiak të Vlorës drejtuar nga kreu i saj Elpiniqi Mërkuri, ndërsa ishte i pranishëm dhe kryebashkiaku Ermal Dredha. Projekt vendimi për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin e Këshillit Bashkiak të datës 27 dhjetor 2024 për buxhetin e bashkisë për vitin 2025 ka qenë një ndër pikat më të debatuara. Në fjalën e tij, drejtori ekonomik Kozma Mali ka prezantuar së pari relacionin, ndërsa diskutimet dhe debatet janë fokusuar në pikën 7, ndryshimi i projekteve kulturore. Projekti I Love Vlora, krijimi i website-it Vlora Turistike në vlerën 6500 lekë të rinj dhe mbështetja e aktivitetit ndërkombëtar Giro d'Italia në vlerën e 6 milion lekëve është relatuar së pari nga drejtoria e turizmit në Bashkinë e Vlorës Arlinda Tepelena. Aktiviteti Giro d'Italia është një aktivitet që ne duhet jemi shumë të nderuar që do vendoset në qytetin tonë për një ditë. Dhe kjo ditë përkon pikërisht me ditën e zgjedhjeve, që realisht është 2 ditë mbas përfundimit të fushatës elektorale. Pra, nëse fushata mbyllet në datën 9, në datën 10 është test zgjedhore, në datën 11 është procesi i votimit, unë e quaj të përfunduar fushatën zgjedhore në datën 9 dhe kështu që çdo aktivitet që do të kryhet në datën 11 është jashtë procesit të zgjedhjeve elektorale apo fushatës, siç mund t'i themi. Realisht, ky është një aktivitet i cili do të shikohet nga 800 milion shikues. Dhe qyteti jon duhet jetë i përgatitur, qoftë nga ana logjistike, qoftë nga ana aktiviteteve, që do të kryhen atë ditë në mbështetje të qytetit ton. Çdo gjë do të kryhet për të rritur vizibilitetin e Vlorës turistike, jo për të mbështetur në Giro d'Italia, se ata tashmë e kanë brandin e tyre, emrin e tyre, shikuesit e tyre, gjithë logjistikën e tyre gati. Ne, sido që të jetë, dhe me një konsulencë që kemi marrë nga Kryeministria dhe nga Ministria e Kulturës edhe nga Meki, dhe nga Ministria e Sportit dhe Arsimit, pra ne duhet të kemi aktivitetet tona gati që ne të rrisim vizibilitetin ton turistik. Pra, të gjitha kamerat e botës që do të kalojnë atë ditë në Vlorë të kenë pamje njëri më të bukur se tjetra për të parë. Realisht, nuk ka rëndësi tani çfarë do janë aktivitete të ndryshme që do të kryen. Çështja dhe në vëmendjen e këshilltarëve të opozitës në Këshill, të cilët kanë kërkuar mos votimin e këtyre projekt vendimeve. Për çfarë duhen këto 60 milion lekë? As një spjegim. Ka ardhur ky relacioni me të drejtë, unë e lexova tani se na erdhi në minutat shtës. Se kështu e keni ju, ato që i keni me o i lini në fund të projekt vendimeve ose i sillni shtës. Thoni kemi edhe këtë ta miratojmë. Tani 60 milion lekë, për çfarë do shkojnë këto 60 milion lekë për Giro d'Italia? Ku ndërkohë është planifikuar në buxhetin e shtetit nga Ministria e Kulturës dhe Sporteve një shumë e konsiderueshme lidhur me këtë aktivitet. Tani ju thoni dhe 60 milion lekë, çfarë do dalë me pankarta të mbështesim Giro d'Italia? Drejtori juridik është në zbatim të ligjit, jo në argumentim të ligjit si i do qefi atij. Ligji nuk e lejon, o të nderuar këshilltar, të nderuar qytetar, i nderuar drejtor, i nderuar kryetar, ligji për KQZ-n nuk e lejon që të futen investime shtesë të buxhetit, as edhe 1 cent. Gjithashtu edhe ato 3 rrugët të cilat janë. Pse nuk e lejon? Sepse duhet ta ndërpresim pak kronikën sepse kemi një telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni zotëri? Mirë. Nga puna telefononi, po? Banus në fshatin Lezhë, Sevasteri. Në Lezhën Sevasteri. Komuna Sevasteri. Po? Jemi një lagje 8 shtëpi. 8 shtëpi. Kemi bërë kërkesë në OSHE. Që vjet. Për çfarë keni bërë kërkesë OSHE? Për keni mungesë të energjisë elektrike? Nuk kemi drita, kam 8 ditë na shti pa dritë. Keni 8 ditë? Pa drita. 8 ditë pa drita. Në 90 vjeqe të sëmur me klerozë dhe nuk di qatë të bëj. Jam dhe fermer. Po jeni dhe fermer gjithashtu. Jam dhe fermer, nuk kam asë rrugë, asë gjë. Është një problem fshati juaj sepse ka problem infrastrukturën, por keni dhe 8 ditë pa energji elektrike. Po, kërkesën në OSHE kam bërë me gjithë gjagjallarët e mi. Jemi në trojet tona, në prona tona, të gjyshlarve, ne deputeti i zonës tonë, na ka si kundështarë. Kë keni deputet të zonës? Po, Vullnet Sina. Po, jeni ankuar ati, keni kërkuar? Nuk na shikon fare neve. Po pse nuk u shikon? A jeni... Po, jam kundështarë, nuk qatë temun. A jeni... Po, jeni demokrat. Po, tani jeni njeri, zot thot që je demokrat dhe nuk dhe dimon. Po, më kanë lesi dorë të dytë neve. Shko, kjo është e keqja në vendin tonë, sepse fillojnë të ndarjet
Jo demokrat, jo socialist. Nga politike e komunizmit, e 24-ës. Po, është një strategji që duhet të hiqet, them unë, se s'mundën bashkë. Nuk e di, nuk tim ku të si të veprojmë, si të bëjmë. Unë të adjek pyllim vete në burë, ka kapu korenti, gjagjaj tim ka kapu bakti korenti. Po. Të vini të verifikoni linjën si e kemi. Është linje e vjetëruar. Që në 70-ën edhe me tubo pyllis bërë, nuk futet do, e kemi prej jenë, babja ka bërë nuk të adjek vete në Burkova. Po nga Osheja, çfarë ju kanë kthyer përgjigje? As një gjë fare, vete adjek dhe një drejtor kanë vajtur hiq, jo të ta riparojnë, po kurë vla. E kuptoj se je një 8 familje që jetoni atje dhe 8 familje vla. Jetohet në Ersis, mund të rikthehemi në epokën pas epokën e Gurit. Neve shtetit të sorë mi japim taksa rrugë, taksa toke, taksë drite, taksë ujë, taksë trolli. Vim për të punuar unë linë të gjallare të tërë kushin nuk na s'keme se të vimë, vla. Po, është problem në infrastruktura. Ne kenu si pore dytë, na lep komunizmi, si mund të them. Pra, ju thoni që me që janë votat të djatha, ju jeni votoni djatha dhe ju lënë mëshirën e fatit në këtë rast. Po, jemi të djathë na shikojnë këtune. Ju shikojnë ashtu. Na shikojnë kundështarën e politikëva. Ju jeni dhe fermer me... Fermer me 300 kokë bakti do t'i shetë se nuk kam asë rrugë, asë drita. Pra, Në korenti. ka vajtu në një pikë sa po thoni do t'i shisin të largojnë një fare dhe nga fshati. Nuk dim ku të vemi. Pa dritë dhe pa rrugë nuk jetohet. Është vërtet se pa dritë, pa Kemi rrugë. investuar vetë disa rrugë, kemi hedhur pak nuk e mbajmë dot. Unë kam marrë sa borxhe, kam bërë një rrugë su vetë, duar të vini ta verifikoni, ta shikoni. Pra me investimet tuaja nga xhepa tuaj ju investoni në fshat, ndërkohë... Po, se ne nuk na shikojnë me pushteti vendor. Vendor dhe qendror që... Dhe qendrori, ande vare që nga koka dhe këmbët. Që duhet parë, se e thamë që s'duhet bëjnë më ndarje, jemi në 2025 dhe vazhdojnë akoma sikur jemi në komunizëm, që ky është... Vazhdojnë ajo luftë klase, e 24. Është bje fjala e socialist dhe nuk do ta ndihmojmë të se është ky apo ky ndihmojnë. Po këto janë turpe, mund të themi që duhet të hiqen njëre përgjithmonë nga si fasad tek një. Ne jemi njerëz, jemi shqiptarë dhe duhet ndihmojmë njëri tjetrin. Nuk i heqin këta më bëjnë njëri tjetrin, ju blejnë dhe fukarenja kujnë që nuk bëjnë këtu. Me fes me mjellë. Ndërkohë që ju përpiqeni, sakrifikoni, jeni fermer, se po i kërkoni lek borxh. Nuk i bëjnë do të dhamë, ka në rrugët në ashti urat nuk... Po ura akoma nuk është bërë, apo? Jo, si ja bërë asë rrugë, asë një gjë, fare, hiq. Pra, edhe ura që u dëmtua para... Ura dhe këtu jemi në këtë lagje më lartë, ne nuk na bëjnë, fare. Nuk e bëjnë edhe rrugën. Na shikojnë kundështane, ora. Mimi kundështar, mu ku jemi në garë, bje fjalla, mund të shikojnë ku... Në garë, si të themu, nuk e di, unë di kundështar ka, jemi dakord, kur janë zgjedhjet është një garë, ky djathë do bëjnë se cili që kongjeri, po... Kur mbaron fushata, të gjithë janë barabartë, ai që fiton duhet bëj për poplin dhe për qytetarët e vetë. Po, për këtë. Unë qytetar shqiptar, taksat e mija, ku shkojnë të lagjes të në të fisit të? Po. Ne paguajmë taksë makine, mund i japin 10 milion lekë në vit pushteti qendror. Po kryetari i bashkisë Selenicës. Nuk na shikojnë fare, ikaj, trak. Fare? Fare ish. Po kur ishin zgjedhjet erdhi aty në zonën? Jo. Apo Jo, erdhën dërguan gjallaf, jo. Pra. Dërguan kështu. Ne i bëjmë thirrje OSHE-s të japi një zgjidhje këtyre 8 familjeve që janë në fshatin Lezhë, por pos rrugës dhe urës që nuk është bërë investuar, po të pakën kënë dritë që të shikojnë shtëpitë e tyre. Po si të jemi fermerë, ola, të shikojnë që hapin atje, do një të fermeri si të doj. Në vishë ta filmosh? Po. Jo, ju besoj për pjesën, keni drejtë. është ankes normal që 8 ditë nuk rrihet pa energji elektrike. Po 8 ditë edhe me një plak të sëmurë dhe të vojtë në regjimin. Dikë dhe të sëmurë në shtëpi që ju shtojnë hallet dyfish pasaj përveç këtyre gjërave që i ka shteti në dorë, nuk ju takon juve se s'mund të hipësh ti tani të lidhesh
energjinë elektrike. Po nuk e bëj dot unë edhe dritën dhe rrugën o dha. Disa të tjere u bënë ai mua me lësi dorë të dytë. Ja, askush nuk du të lënë si dorë e dytë, e A, po jo, këtu, A jemi demokraci, a jemi liri, se kështu thonë, a jemi demokraci. Po jemi... A do shkojmë në Europë, Europa 2000, Shqipëria 2030, po s'mu të shkosh në Europë. Si do shkojmë në Europë me të bëllu plate? Kur ti s'ke drita akoma, ku s'ke rrugë, ku s'ke infrastrukturë, ku s'ka urë. Po s'ka fare, një ku jem. Pra, këto janë gjërat që duhet ndryshojnë, se nuk se jemi... Shabrave të gjitha u bërë, me taksat e mija bërë rrugë të isha të tjerve, që këtu dhe unë... Ku jam unë? Po, jeni një situatë të vështirë, e kuptoj. Shpresoj që të dëgjohet fjala juaj, por edhe fjala nëpërmjet ekranit tonë. Unë nuk kërkoj bukë. Po. Unë kërkoj dritë dhe rrugë. Po, dritë edhe rrugë, edhe ujë kërkon që duhet ta... T'japi shteti, kon, jo se... Të iki një orë më parë këtë pushtet. Këtu, vështirë. Po vështirë është, po luft klatë mos bëjaj. Ai, do dhe mandat në 4, zani do të plotësoj... Po jo të kati do vla, si me luft klatë do bëjt kati me komunizma. Po tani, shu e me... E me vje përmbysëm komunizmin. Ai thot që unë kam akoma çfarë t'jap dhe kam bërë shumë për... Po që ato janë, ja, këto janë të venat vitin e rikoj të dalë në popull, vi këtu në aman dhe plot që t'a shikoj. Po. Të vi këtu dhe unë do flati pari, atje. Ju kuptoj. Pra, unë... Ju lutem të vinë të verifikonin të filmoni. Pa tjetër, dhe ne i themi këtyre të gjithë institucioneve kush e ka në dorë që ta shkoj situatën tuaj. Po! Urës, rrugës, por... Rrugës, vla! Edhe dritën, ka i qdo shqiptari shtetën. Po s'na ka ku të fajnë në planeve, në ngravim neve. Nuk ka nevoj... Ne pa mu sa kemi 400 vjetë të 500 vjetë gjushuarë. Nuk po kërkoni para për të ngrejnë. Po, jo, s'kërkoj bukën, vla. Si shkërkoj ca, socialisti u jetë bukë a i. Kush? 5.000 e mirë vota. Se kam filluar këto këshu? Po. Të ndarje të shu të miellit, vazhdo mielli ako, mielli Gjermanit. Po, vazhdo në mielli o vla. Me mielli mbajnë ta, me bukë. Është mielli Gjermanit kjo, apo jo? Nuk e di. Po nuk mund të shtyhet, ja e mori dhe i thes mielli, ja dhe 2, ja dhe 3, iko të mbajnë. Po, ne ngelemi shova. Është drejt, por të vjen keq në njerë ku e shikon në këtë vend kaq i bukur me kaq gjërat mira që ka kërkuar Zoti edhe... Po ta nuk bestuar s'kallë kush di ku të vete, ola. Tjetë ikë me makinë, tjetë ikë në rrugë në asfalt, mua me lë ramë si... Jo, është e drejt. I bëj thirrje, doktorit. Ta ngre në parlament. Luft plase 24. E kuptoj. Unë të falenderoj shumë zotëri dhe shpresoj të jetë dëgjuar edhe shpresoj të ketë një zgjidhje. Ju të uroj një ditë të mbarë. Faleminderit dhe ju mi presë ta filmoni. Patjetër. Mirupafshim. Faleminderit. Ishim me një zotëri që na telefonoi nga fshati Lezhën. Po. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si jeni? Mirë, si jeti sot? Mirë, ja, këtu të gjëjmë halët e popullit kanë të drejtë, kush nuk ka shtëpin, kush nuk ka drita, kush ujë. Kërkojnë zgjidhje. Të drejtë, po që do bishti me atë që do flasish më rëdjarë, që do bishti ndese ti u hapsi kësa të krejnë atë më lefi se gjë nuk e në dorë. Po, ne ka që kemi mundësi që të përcjellim zërin e qytetarëve, pa në dorë e kanë ta që pushtetarët. Ata e kanë gjithë se tani kanë filluar dhe i dua njerëzit, i puthin, i përqafojnë, dalin foto me ta. Të përmoj ta nëna nuk e të bënë zoti vulldor për Shqipërinë dhe për Vlorën e për këdo. Politika shqiptare dhe politikanë ndaj qytetarëve duke si ato dashurit të novelat turke që janë, po në fund dalin jo dashurit vërteta. O, shpjetë more se zërti politika Shqipërisë ka vdekur para se të linde. Po. Temën e kemi parë çfarë problemi ka qyteti Vlorës sot, në kuptimin gjatë tyre viteve, se Vlora ka ndryshuar për mirë, por... E zdojt ju jam ate, u jam nga jugu, po gjuna më vjen, ma ka artë të dali një zote e dihmoj qytetin e Vlorës, zdojt e mu. Po.
Duhet se po na afron dhe sezoni turistik, e duam Vlorën të bukur. Vlorën edhe çdo vend, edhe çdo fshat tjeti bukur, edhe me njerëz të lulëzojnë. Po, ajo është lulëzoj dhe çdo vend, çdo fshat lulëzoj, sepse duket sikur është ndrytur çdo gjë sikur bllokuar, çiko fshatrat janë shkret. Jo vetëm Vlora, po çdo vend po vëmë në Shqipërisë. Gjithë Shqipëria. Inshallah dita të lulëzoj. Se mos të bëhet e gjithë Shqipëria. Po, unë nuk e di, more për të përshëndetur, për temën. Ja, për këto foli nana, ja si të tha ti për Vlorën e për të tëra, Zoti vu Vlorë edhe njeriu bashkë me Zotin. Të falenderoj shumë, e të uroj një ditë mbarë dhe shëndet, thënë. Hajde, një ditë mbarë, thamë na, dhe inshallah bëft me e mira. Faleminderit. Ishim me zonjën cila telefonoj, ndërkohë duhet përshëndes edhe një qytetar i cili na përshëndeti nga Lipiani i Kosovës. Të përshëndesim Ragip Gipa. Tjetër telefonat. Alo, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zotëri. Si jeni? Si kaloni? Mirë, faleminderit ju. Para shikër zotit mirë, na shëndeti, po. Po, shqyqyr, kjo ka rëndësi, po. Do shtosh nga parat duket, mos do thosh jemi keq. Jo, dhe para po punove do kesh, po. Është e vërtet, jo. Po për po që do dali diçka. Problemi që ndronë, çfarë si mungon Vlorës? Çfarë si mungon? Jam më thuaj ti. Shëndetësia është? Këtu nuk flas dot. Se këtu është për shëndetësin, kemi ankesa pa fund, sidomos edhe unë, çfarë dëgjojmë, çfarë kemi dëgjuar, çfarë kemi parë. Mjeku në familje ekziston? Për vështirë se ekziston. Mund të ekzistoj kështu si figurë, apo kështu në letra, por... Te pjesa butaforika i ekziston? Po, ekziston, kështu në... Do më thënë në letrat, se sa janë? Si figurë, mund të themi që është një doktor familje, apo një mjek familje. Okej. Vemi të arsimi. Po. Të gjitha veprimet e papërqyeshme që krye fëmijët në shkolla, duke patur në sistem një psikolog dhe një oficer sigurie, si ekziston pasiguria në shkolla? Po ku ekziston, se edhe këta është psikolog, është oficer sigurisë, por shpesh kemi parë ndodhin ngjarje në shkollë. Pa mungon kjo Vlorë? Po, mungojnë. Të gjitha janë ke prekur disa pika që janë kryesore që mungojnë. E treta. Shërbimi ndaj qytetarëve do të thotë që nga pjesa brenda qytetit dhe te pjesa rurale. Te pjesa rurale që janë pjesë e bashkisë. Po. Fermerët i kanë certifikatat e pronësisë? Po varet, i kanë dhe si kanë. Jo i kanë. O i kanë o si kanë. Por me sa dim, sa si kanë, sa mund t'i kenë. Sa përqind mendon se i kanë? Po 1% e vogël. Atëherë në 35 vjet demokraci që nga 8 gushti 91 deri sot. Kjo fjala demokraci mua s'më duket sigurisht është një fjalë sa përqind. Po e quajmë të mirëqen. Kemi mbetur pas akoma, vazhdon periudha. Po e quajmë të mirëqen. Po e quajmë. 3, iku dhe kjo. Furnizimin me ujë i popullatës. Kemi 24 orë, një orë në ditë. 24 orë, një orë në ditë? Po. Po mirë. E di sa më bën përshtypje se kam qenë në një lagje, se të në preva, më falësh? Patjetër. Jo vetëm një lagje, por në shumë zona, më kanë thënë që sa orë i kam pyetur keni ujë në ditë, po ja kemi gjysmë ore, 30 minuta, rrallë ndonjëherë një orë. Por jemi mirë, nuk jemi keq, thonë. Prapë jemi mirë, thonë. Janë mirë. Po në kaninë jenë gjithu në njerë t'i ka ujë apo s'ka ujë? Po edhe kanina është problemi madhë me ujë, normal që jemi gjithu. Kësore? Kanina s'ka ujë. Një pjesë... Po gjeti ujë? Urdo? Një lagje lartë e kaninës po thej se ka problem shumë të madhë me mungesën e ujë të pishëm, që është një zonë turistike që duhet ishte një nga fshatrat që të kishte turizëm masiv. 4. E 5. Se më thua, qas mungojnë në Vlorë, apo qa mungojnë në Vlorë? Problemi është çfarë problemi ka qyteti Vlorës sot, por ti
Unë po i them në të kundërt. Po, në të kundërt. Shërbimi urban funksionon? Funksionon, me përqind, me vonesa, pa vonesa dhe me ankesat qytetarëve. Mbajtëm 5. Vazhdojmë më poshtë? Po, vazhdojmë i prekim gjitha pikat. Të gjitha janë të dobishme që njerëzit kur të flasin, do më thënë, te pjesa individuale, unë kam 1.100, 1 miliard e 1 pak nëjësi, te pjesa e tërësisë, po. Sistemi vaditjes së tokës bujqësore ekziston? Nuk ekziston. E kemi parë dhe këtë, edhe kjo është gritur shqetësim në shumë zona, por hajde fol se prap njerëzit ankohen, por nuk reagojnë. Okej, vemi poshtë. Sistemi zjarfikses ekziston? Këtu më preke sepse jemi zakonisht në teren dhe ata të shkret e din sa vuajnë dhe jo me ato zjarfikse. Kë që e mos funksionimun? Janë mjetet e përshtatshme, emergjentat civile? Po mjetet i shpesh ne kemi parë që i lën... Kryeministri i Vlorës është prefekti i Vlorës. Po. Jemi rregull? Emergjencat civile, prefekti i Vlorës, i ka dishmëri që do thotë ne kemi 10 zjarfikse, ka fuqi punëtore, kemi infrastrukturë, kemi një buldozier, kemi... Prefekti ka njerëzit. Po se pajisjet ka njerëzit, po ti imagjino sot... Ka votat për pushtetin. Qyteti Vlorës është... Ka votat për pushtetin. Punon vetëm një pompë e hidrovorit në rase këtu sot Nderuar bie. gazetar, ka votat për pushtetin. Mirë, ajo është vota për pushtetin, por e thamë, zjarfiksit janë njerëzit cilët vuajnë edhe rrezikojnë e tyre s'ka një masë. Absolutisht kontributi tyre njerëzor për të dhënë ndihmën absolutisht është për t'u admiruar, për t'u mbështetur dhe për sakrifica sublime, po problemi qëndron me sa janë të mbështetur me logjistik, me mjete. Për mua janë zero të pjesa. Zero. Thjesht vetë janë në letra, mund t'jenë shënuar edhe 10-20 zjarfikse. Po të ngry një problem shumë shqetësues, që do të thotë. Po të ngry një problem tjetër shumë shqetësues, që do të thotë, sot në bashkinë e Vlorës, në qarkun e Vlorës, ka tregje zonale që fermerët të shfaqin produktet e tyre bujqësore dhe blektorale për t'i shërbyer vetvetes? Nuk ka, shpesh i mbeten këto prodhime që... Iku dhe kjo, nuk po flasim më poshtë. Që të nisemi që nga Vërmiku dhe të vim në Vlorë, mendon do të se një sëmur do të vi gjallë në spital? Jo, edhe këtu them që vështirë, madje e kam gjuar një rast në një fshat që rruga ishe për i bret dhe jo... Iku dhe kjo. Kur vajti autoambulanca... Do me thoni pas kemi të gjitha. Pritë se s'kam baruar. Do me thonë. Vazhdoj me poshtë nderuar gazetar. Po. Vemi brenda qytetit. Do me thënë qyteti jonë i famshëm. I famshëm dhe i bukur është, po e kemi thënë. Patjetër, bukurinë ja ka dhënë Zoti. Po janë njerëzit që po e glabërojnë dhe po e hanë. Bukurinë ja ka dhënë Zoti, shkatërimin po ja bën robi. Po, ajo dihet që robi i bën gjitha. Ore, njeriu. Edhe një problem tjetër, do me thënë është do me thënë si për shaka. Ore ato mbetjet atje të fushë të Lamfildi provizori Vlorës. Po. Mos valla ato 23 milion euro që u odhën shërisht, kanë ikur dhe ato? Atë nuk e di unë, po se nga kam vajtur ato para. Këta thonë që javën tjetë do filloj puna atje, do filloj i dhe mbetje. Mos vallë në 2021 e inauguruar njerë kryeministri në 2023. Po, u inaugurua. Ta që mos do inaugurohet prapë 11 majnë. Ajo, po, do jetë gati, për 11 majnë do bëhet inaugurimi dhe një. Po rruga është prishur atje, s'vetëm do të makinat, ke shkollë në njerëti? Po, do bëhet dhe një investim tjetër, një asfaltim tjetër, ja doli dhe një budget i ri. Doli dhe një budget i ri për rrugën. Tani problemi që ndronë këtu. Ruona o Zot, se robrit në kanë marrë me qafë. Po, është një fjalë me vënd që robi po e merë në qafë njeriu, po e merë në qafë të vënd. Se nuk është se jemi New Yorku, po jemi në qytet. Jo, po prit, se do vete me qënë se njësa ta mbyllë, po nuk do ta mbyllë. Po. Kemi një statistikë shumë të frikshme, që do të thotë. Kemi 10 milion turistë. Po. Si vetë në vajtë 11.
Vete që kaloj, tashi do në ven 14. Problemi këto 14 milion turistëve në 365 ditë. Sikur minimalisht në 100 euro në ditë lëshojnë. Për një ditë po i zë. Vetëm të vëshoja përfituar nga ky biznes, të vëshoja në shqitjen e mallit, në te paketat e ke bërë llogarin sa është? Se di se kam bërë llogarin. Po bërë llogarin të shumëzoj 11 milion, që ishin vitin që kaloi, sipas fjalës së qeverisë. Po këta i bëjnë në shifrat se si duan ta më të... 11 milion, me 100 euro në ditë. Këta i bëjnë shifrat si duan këta. Patjetër, me shifrat e atyre po flasu, nuk po them me të mijat. Me statistikat e tyre këta janë... Bravo, problemi që ndronë, janë 11 milion turistë. Po. Her një, i thonë 11 milion, her 10, i thonë 110 milion, her 100, po. Her 100, 1 miliard euro. 1 miliard euro, me 20% të vëshët të përfitosh, sa janë? Tani, do të flasin këta që janë merë me ekonominë, me shqip. Me thonë 200 milion euro të vëshë, me 200 milion euro të vëshë, mos të bësh indeksin e pensionit, vetëm më budallaj është, të lutem. A është premtim për pas kësaj këti mandatë? Po më kemi punë me premtimin, themi që kemi 200 milion euro përfitim shteti nga të vëshëja, në blerje të mallit. Do me thënë, në fjetje në hotel, të një paket cigare, të një bidon ujë. Po të them, në nivel mesatar, 100 euro shpenzim në 24 orë, një turist, i bje që lë 20 euro. Po, 20 euro. Me regu? Po. Ka që maroj. Këto lek, këto 2 lek, këto 3 lek, nuk janë të mjaftueshme për të bërë indeksimin e pensionit? Po janë të mjaftueshme, po hajde, ja ti e bëre shumë i llogarin. Dhe meriton të marrësh një post ministri i ekonomisë, po. Në momentin që ti nuk bën një indeks, po një investim të vogël, thjesht, të themi që zotëri, nga ky përfitim nga turizmi, nga taksa e përfituar nga turizmi, u investua diçka, po s'është. Kjo është abstrakte. Sepse ne nuk themi që s'punojmë, ne nuk themi që nuk përfitojmë, ne nuk mund të gabojmë me shifrat, 10 milion me 5 milion, 100 milion me 4 milion, po problemi që ndodhë që ku shkojnë këto lekse, vetë shteti që i deklaron, instat që bën këto deklarime, duhet mbaj përgjegjësi, sepse në moment të deklarimit është dhe përfitimi. Po. Tani, si mund t'ja themi? Si mund t'ja themi, ti i preke aq bukur dhe aq mirë të gjitha këto pikat kryesore çfarë si mundon qytetit. Problemi është i thjeshtë. Për mbyll me një gjë që është më shqetësuese. Po. Agjencia e kadastrës në Vlorë funksionon? Është njësoj sikur të, nuk e di, të shkosh përballesh me një, do të thonë tani ikse do shkosh në luftë. Aq e vështirë është. Po si do t'i zgjidhim mallën me? Por si zgjidh dot ne qytetarët ngrën shqetësime nëpër media mundon sa do pak, por është kjo, unë them që e gjithë kjo skema e këtyre është për të mërzitur njerëzit, Po të bëj një matematikë të thjeshtë. Po. Momentalisht kemi dhe telefonata tjera që vinë pas edhe ndaj. Do ta mbyll me këtë. Kemi matematikë thjesht çon kjo. Ne po e quajmë se jemi 4 milion shqiptarë. Po. Do me thënë, kemi një administrat që funksionon prej 200.000 në punësit civil. Këta 200.000 në punës civil i bie që 4 milion shi, po, 20 punëtor i bie të ketë një në punë civil që t'i shërbej në shtetin shqiptar. Është gjëja e më abstrakte që nuk merr asnjëri asnjë lloj shërbimi.
Po, është Shërbimet janë zero. Shërbimi është zero, është e vërtet. Unë të falenderoj shumë për telefonat për gjithë këto probleme që preka dhe për gjithë. Do të ftoj një ditë për kafe. Patjetër, me kënaqësi. Të uroj ditë të mbarë. Faleminderit. Alo. Mirëmëngjes. Ju përshëndes, të uroj ditë të mbarë. Gjithashtu të urojmë ditë të mbarë dhe Gjirokastra. Është po Gjirokastra. Po në fakt, ato çfarë do të thënë sepse po e shikoj po ndiqja në Facebook në fakt. Po. Dhe realisht nga përse është një qytet, Vlora është një qytet që unë e vizitoj, jo shpesh po vizitoj gjithmonë. Po. Dhe shikoj problematike pjesën e mbetjeve. Është halli i madh pjesë e mbetjeve. Shikoj problematik dotjen e qytetit që i bëhet nga mbetjet. Po. Dhe mbi gjitha ka parë edhe trafik të dendur. Po është se për shkak të rrugëve janë ngushtuar këtu, ne kemi pasur rrugët e gjera, po tani jemi vënë kështu në një. Dhe shikoj dhe makina në anë rrugës të parkuara, dhe e di se çfarë ndodh. Her pas here dhe kjo parkimet e ndryshme që bëhen në rrugë, në vende, ndoshta vërtet aty mund të ketë parkim, por nuk mund bëhet parkimi drejt të haj në anë rrugës, edhe duke ditur që rruga është shumë e ngushtë dhe mezi ndodhin aksidente, po ti shikosh gjithmonë vetëm se do nga ngushtësia e rrugës. Po të ketë aftësi për të kaluar dy makina në një krahë, është gjithaj qytetin kur është qytet turistik dhe të arrish në atë pikë që të përplasesh në mes të sheshit vetëm pse s'ka aftësi makina të kalojë, është turp. Po, është e vërtetë. Është jemi para pjesë sezonit turistik që besoj se do të nisë shumë shpejt me ngërën e kohës. Po thoj se në muajin prill ka treguar që Vlora e nis sezonin shpejt dhe turistët vinë, por me këto infrastrukturën që jemi këtu duhet ndërhyrja shpejt nga ana e Bashkisë së Vlorës për ta sjellë qytetin në vete, në. Se unë mendoj që ti më fal Gent, di se çfarë do të her pasere që ne shohim dhe policikët tepër në rrugë. Nështë edhe kjo e bën më keq pjesën e trafikut në çdo cep të qytetit. Por nuk mund të ketë drejtë të hajnë 3 kilometra rrugë të ketë 3 pozbllojqe policie. E kupton, është gati e pashmangshme. Ishte ndrojnë në vend e pa vend, edhe krijohet një lloj trafiku. Duhet parë edhe kjo pjesa që se zakonisht fillon që në hyrje të qytetit që sjellin FNSH ndërkohë kur i lënë ata të shkretët aty në diell me ato uniformat edhe duke si jemi një rrethim policor në një shtet kështu, por po nuk bëhet shteti policor, bëhet shtet ligjor, edhe lëre në ato vende, ose nëse e gjen, nuk mundosh 3 kilometra rrugë, 3 pozbllojqe policie. Edhe themi pse ka shpresoj të zgjidhen. Fatos, unë të falenderoj sepse jemi drejt fundit edhe duhet ta mbyllim, normal se janë minuta 8. Unë do të them vetëm një mesazh, duke qenë se flasim kanë shumë të shkurtër. Ndeshja të dielën, me që jemi ditën e diel, se prende sot dhe ditën e diel është një ndeshje e fortë. Vetëm një gjë do të them, gjithë tifozët Dënjat ose ata të cilët na ndjekin nga Orikumi, thjesht ruajnë qetësinë dhe le t'ia lënë fushës lojës për të treguar se cili do të jetë fituesi apo cili do të arrijë qëllimit për të ngjitur në kategorinë e parë. Është super sfida, më themi derbi, Orikumi luftëtari. Ja vlen, i ftojmë gjithë qytetarët e Vlorës, pse jo, të shkojmë të jemi në mbështetjet e ekipit të Orikumit, sa më shumë ekipet kemi këtu, aq më mirë është për të cilët dëshirojnë që në të ardhmen të jenë futbollista. Duhet të ruhet qetësia dhe mbi gjitha pjesë, sepse mbështetja në favor të ekipit të zemrës është gjithmonë ka qenë prezente, por jo të mos krijojmë rëmuj sepse është mos ketë incidente gjëra të tilla ashtu se ajo është kryesorja. Por të përshëndes edhe unë, të falenderoj shumë dhe besoj se jemi... Alo, mirëmëngjes. Për të vazhduar bisedën tuaj, pas pak. Your call. Alo, më dëgjon? Përshëndetje. Përshëndetje. Mirëmëngjes, si jeni? Mirë, si jeni ju? Mirë, atëre... Po flasë për herë parë. Po, shuqyr. Nga po telefononi? Nga qyteti vërtetari i Vlorës. Po? E po shikoj televizorin. Po,
telefon. Po, të falenderoj, po vetëm mos e shtyp aty qa po shtyp numrat aty se... Ja, nuk shtyp gjuna, ja. Po. Atere, mua me që me po ma pjesë e pas, unë një invalid ma sëtë kufizume. Po. Dhe unë shikoj shumë të emisionit doj aty në Facebook, sepse këtu televizioni nuk e ka se është i prishur. Por, e shikoj nga përma tjetër. Të falenderoj shumë që në ndjerë. Ky kanali që ka qenë dikuar, jep gjëra të vjetra filma shqiptar. Po? Këngë të vjetra ndër vite. Po. Okej, atëherë mund të bëj një përshëndetje dhe të flasim ta dy shoftemi të lutem? Patjetër. Atëherë në rast pas përshëndes të njëra pyja. Faleminderit shumë. Përshëndes motrën time Jon Durrës se ka shumë xhan. Vajneve Tyllin nga Korça, Anelën Batin Agronin. Përshëndetje të gjithë telefonuesit. Pa lek janë përshëndetjet, vazhdo. Shikusit ti kanali. Foli shoku tim, mirë qofshim. Faleminderit. Alo, mirëmëngjes. Si jeni? Mirëmëngjesi. Si kaloni ju? Nga Fieri jemi ba. Nga Fieri, ju përshëndesim. Jemi afër këtu me Fierin. Jemi afër, po dëgjoma, dhe unë jam i verbër tani si mund ta ndjekni këtë kanal neve? Si mund ta ndjekni këtë kanal televiziv, sepse më ka thënë shoku im që sapo foli. Po? Që ky kanal ndiqet nga TVBT2. Tani si është procedura e këtij kanali se nuk e di sa ditë ka dalë ky kanali. Sa ditë ka? Që ka dalë si stacion. Ne kemi, ky është televizion i ri, po these avash, diku po bëm një vit. Se më dëgjoj. Po, po dëgjoj. Unë kam televizor. Po? Televizor, nuk e kam me TVBT2, po e kam me antenë. Tani mua më futet kanalet e rretëshet. E gjen në të gjitha, e gjen në kablor, në Vodafone, Nisatel, çfarë janë këto të dhe jemi edhe te platforma e rretëshës. Jemi edhe te platforma e rretëshës. Po më fal, unë nuk e kam për shembull këtë stacion. Si ka mundësi mos ta kem unë për shembull? Jemi nga Fieri. Po. Po shkon sinjali edhe në Fier, në gjithë jugun, edhe në qytete të tjera, nuk e di. Po nuk ka njëri se më ka thënë ky shoku, më fal, nuk ka, sepse unë nuk e kam me aparat. Unë e kam vetë si televizor me antenë. Me antenë, e kuptoj. Por duhet të konfirmoj nga regjia se si funksionon pjesa me antenë, nuk e di nësë. Po e di që jemi te platforma e rretëshës. Unë jam i verbër, nuk e vetë televizor nga kërkim. Nuk e di ku jeni, sepse kanalet e rretëshës janë Shkodra është, Korça është, Gjilokata është, po jeni juve, nuk e kuptoj. E kuptoj. Unë e di që jemi, se na kanë marrë pothuajse nga Fieri. Në Fier na të unë nuk gënjej, televizori im po, jam unë. Unë të besoj, nuk thash se gënje. Ju besoj, nuk thash se gënjeni. Për pjesën sport do të... Jo, absolutisht. Unë më ka thënë ky shoku që jepni edhe gjëra të vjetra, nuk e di sa përmand këtu televizioni juve, po... Gjatë ditës ka programe, ka jepen filma të vjetër. E kuptoj. Tani, ka mundësi që ta verifikoni në rretëshe, ku keni ju ato ta fusin ati tek rretëshet? Po, nuk kam, dhe kabloj që kam këtu nuk e fusin. Do ta verifikojmë, ne jemi të kabloj që si që thamë të Vodafone, Nisatel të platforme. Ju mund t'jeni në Vodafone, në Upcom, në... Rretëshe. Te kabloj jo në Fier nuk jeni, të vëthënë. Do t'interesojmë dhe do t'flasim me teknikë. Qëndroni me linjë, për të vazhduar bisedën. Ju falenderoj shumë. Your call has been put on hold. Faleminderit. Alo. Fole ti shoku tim tjetër. Po, aja, patjetër. Përshëndetje. Telebluja. Po. Unë jam në qytet, në kryeqytet. Po. Kisha unë ka programi për shembull kemi që të fotemi në atë televizorëve ne. Po. Ore, po ti ta merr që thuj ta merr apo jo? Po, nuk e merr pa, e merr atë. Po ti që thua ti që ai program ka, po vetë ta merr apo jo, se unë atë i thash aty. Po. Jo, bre, nuk e merr, jo, se po ta merr te jemi. Platformën e rretëshës më fal se po jam blokoj programin aty shokut. Me platformën e rretëshës jeti ylli. Po, me platformën e rretëshës. Jo, i them ti shoku që se do ta konfirmoj që nuk shikohemi ne. Nuk shikoheni ju aty, prandaj. Unë e di që shikojmë, po do ta verifikojmë nëpërmjet teknikës. Jo, po i janë numrin e vlerës e ke. Këtë e vlerës. Po. Patjetër. Mund si stacion
Mund të telefononi pse jo dhe një ditë të dalim shumë me Skype, nëse keni të bisedojmë. E mirë se marrim numrin të Bledi dhe ju marrim pasaj. Ju uroj një ditë të mbarë. Faleminderit. Po. Jo, ky është me arsye kuvizore, ky është i verbër, ndërkohë kaloi të flasi agroni, folën çika agron. Po hajde kaloj agronin, ja të flasim me agronin, the. Agron. Mirëmëngjes agron. Ka ikur agroni. Ju përshëndes suna t'ja kaloni sa më bukur. Faleminderit. Mirëqofshi, tung. Faleminderit. Regjia, shkojmë tek horoskopi, parashikimi i horoskopit për ditën e sotme dhe mbyllim programin, do takohemi sërish të javën tjetër të hënën. Mirupafshim dhe një ditë të mbarë. Horoskopi i datës 28 mars. Dashi. Do e shihoni në maksimum sot kohën që do të kaloni me partnerin tuaj dhe marrëdhënia në çift do të jetë e mrekullueshme. Nuk do të keni më çfarë të kërkoni më tepër. Beqarët nuk do të kenë fat në dashuri dhe sërish do të ngelen vetëm. Në planin financiar priten përmirësime të vogla të situatës, por kjo nuk do të thotë që mund të shpenzoni pafund. Demi. Çdo gjë do të shkojë më së miri sot në jetën tuaj në çift, madje atmosfera do të mbetet gjithmonë harmonike. Do ta kuptoni një herë mirë se partneri tanishëm është ideali për të kaluar gjithë jetën. Beqarët duhet të shmangin personat e shenjën së Akrepit dhe Bricjapit. Ata nuk janë as pak të përshtatshëm. Në planin financiar, situata mund të përkeqësohet për shkak të lojrave të fatit. Binjakët. Sot jeta juaj në çift do të filloj pa nga pak të stabilizohet, do të jeni më të përgjegjshëm për ato që do të thoni dhe nuk do nxitoheni të merrni vendime. Për beqarët, pritjen takime interesante, por ata duhet të harxojnë kohën e nevojshme për të njohur më mirë personat. Financat nuk do të jenë në gjendjen më të mirë të mundshme, por jo dhe shumë të këqija, kështu që shpenzoni me maturi. Gaforia. Falëndikimit pozitiv të diellit do të filloni të tregojeni më të hapur me partnerin tuaj dhe do t'i shprehni atij gjithçka që do të ndjeni. Edhe ai nga ana tjetër do t'ju kushtoj më tepër kohë dhe vëmendje. Beqarët nuk do të kenë takimet që kanë pritur, kështu që do të qëndrojnë vetëm. Në planin financiar nuk duhet bërë shaka. Situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit, por nuk treguat kujdes. Luani. Do të pajtoheni me partnerin tuaj sot dhe një tjetër etap do të fillojë për jetën tuaj. Nuk do t'i mbani më të fshehta, por për gjithçka do të flisni hapur. Beqarët nuk do ta kenë mendjen te krijimi i një lidhje, por një takim impresionues do i bëjë të ndryshojnë rrjedhën e jetës. Financat do të vazhdojnë të jenë të ekuilibruara. Në këtë sektor nuk do të keni më për çfarë të qaheni. Virgjëresha. Çiftet ka rrezik të kalojnë një krizë të vështirë sot. Nuk do të bini dakord për asgjë me partnerin dhe situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit. Beqarët do të afrohen shumë me personat që pëlqejnë dhe mund të nisin shpejt një lidhje emocionuese. Për shkak të disa shpenzimeve urgjente që do të kryeni, financat do të jenë delikate. Peshorja. Do të jeni shumë të drejtë për drejtë me partnerin tuaj sot dhe do të flisni me të për gjithçka që ju shqetëson. Edhe po e ngritet pak zërin në ndonjë moment, ai do t'ju kuptojë. Beqarët do të bëjnë mirë të mos ju besojnë të gjithë personave që do joshin, sepse do të lëndohen. Në planin financiar, qëndroni gjatë gjithë kohës vigjilent nëse nuk doni të keni vështirësi. Akrepi. Mjedisi yjor do t'ju ndihmojë ta përmirësoni shpejt jetën tuaj në çift. Në mbrëmje do të kaloni momente të paharuara, të cilat i keni parë vetëm nëpër filma. Beqarët do të takohen me miq të vjetër në këtë periudhë dhe nuk do ta ndjejnë mungesën e një partneri. Në planin financiar, gjërat do të vinë duke u përmirësuar dhe do të vazhdoni të menaxhoni me maturi të ardhurat. Shigjetari. Do të bëni mirë të mos ndërroni më shumë se sa duhet sot në planin sentimental, sepse realiteti do t'ju zhgënjej pa mas. Beqarët do të jenë sharmant dhe do të kenë më shumë mundësi për të gjetur personin e duhur. Sektori i financave do të jetë goxha i stabilizuar dhe nuk do të keni me asgjë për çfarë të shqetësoheni, madje do të hiqni edhe ndonjë para më njan. Bricjapi. Klima në jetën tuaj në çift do të fillojë të ngrohet sot. Do t'i kërkoni falje partnerit për gabimet që keni bërë dhe ai do t'ju kuptojë. Venusi do i nxit beqarët të kërkojnë vetëm aventura kalimtare. Mundësi do të jenë shumë në fakt, por edhe mund të lëndoheni. Financat do të jenë në gjendje shumë të mirë, prandaj mund të bëni edhe ndonjë investim më tepër. Ujori. Asgjë e veçantë nuk pritet të ndodhë sot në jetën tuaj në çift. Merrini gjërat si t'ju vinë dhe bëni atë që ndjeni për momentin. Beqarët do të kenë takime pafund, por prej tyre mund të lindë vetëm një histori dashurie pa të ardhme. Prisni edhe pak për personin e duhur. Plutoni do t'ju bëjë më të kthjellët në planin financiar dhe do e dini mirë se sa të shpenzoni. Peshqit.
Do të merrni bekimin e yjeve gjatë kësaj dite dhe marrëdhënia me partnerin do të jetë e shkëlqyer. Emocionet që do të përjetoni do të jenë të papërshkrueshme dhe për beqarët do të jetë një ditë e animuar dhe e këndshme. Shfrytëzojeni edhe pse jo të gjithë do e gjejnë shpirtin e tyre binjak. Në planin financiar duhet veproni me shumë kujdes nëse nuk doni që situata të dalë jashtë kontrollit.